autoritetet pak, në momentin që marrin indicjet pak nga familjarët, sepse familjarët ndaj merret në pyetje nga autoritetet. Në momentin e parë që ndodh një krim, personi i parë që merret në pyetje merret familjari sepse i di konfliktet, sepse i di personat me të cilët kanë konflikte dhe kjo ndodh për shkak që autoritetet marrin një indicje. Në momentin kur ne kemi me zë me figurë, pra në atë kohë kemi pas me zë me figurë, pra emrat e personave, autoritetet paktën duhet kishin marrë masa paraprake sepse kanë burime tjera përsa i përket vëzhgimeve, përsa i përket metodave speciale, ka shumë gjëra tjera që mund të bëhen vëzhgim personat në cilët kanë konflikte me njëri tjetrin dhe të parandalohen ngjarjet kriminale, sepse ne dalim këtu gjë dhe flasim gjithmonë. Pabesia ishte e madhe në rastin e Anglisë, Faiku foli për një lloj mbështetje të madhe që autori. Tani, këto kanë qenë për shkak të interesave, sepse ai është thirr atje për shkak të aktivitetit kriminal që kishte atje, kanë bashkëpunuar bashkë, dyshohet që mund të kenë pasur dhe shtëpi bari atje, pra kanë qenë ortak, le të themi, në biznes dhe për shkak të interesave. Kriminaliteti e tyre ishte një lloj mbështetje që i ofroi. Patjetër që po, sepse kështu ka funksionuar, por rëndom shoqëria shqiptare kështu funksionon. Pra ke një mik, një shok, një tafër, një komshi, një ashtu edhe një njëri të besuar dhe i marrin për shkak të aktivitetit kriminal që kryejnë në vende të caktuar, po nuk do të thoja pabesi, unë do të thoja makabriteti, për shkak të makabriteti, sepse dhe mediat angleze në atë kohë kanë përshkruar shumë brutale atë ngjarje. Jo vetëm brutale, por shumë makabre, pasi autori nuk është mjaftuar vetëm me vrasjen e personit, por edhe dogji, edhe masakroi, dhe u largua, pra kanë qenë shumë motivet cilat familja tjetër, pra dhe sot e kësaj dite nuk i ka dalë keqja, le të themi, pasi u bë dhe ajo çka u bën në burgun e Peqinit. Pra, por duhet parë fakti, unë them këte që duhet parë edhe komunikata e prokurorisë posaçme, nëse kemi të bëjmë vetëm me zbardhjen e kësaj ngjarje apo me ngjarje tjera. Por, nga komunikimet, sepse prokuroria posaçme ka qenë shumë hermetike për shkak se unë e thash që vijojnë akoma mbledhjen e provave në terren, paktën dhe kontrolle banesa të personave të cilat janë me mas sigurie, por kam përshtypjen që është vetëm kjo ngjarje e zbardhur, për shkak se ngjarjet e tjera kanë ndodhur vite më parë, pra kanë ndodhur në periudhën e viteve 2013, 2015, 2017, dhe fundit ka qenë viti 2020, ku kanë qenë dhe aplikacioni, pra kanë komunikuar në aplikacionin Skype, pra ka qenë vetëm kjo periudhë kur në atë kohë, sepse nuk ka pasur paktën nga informacionet që kemi, nuk ka pasur aplikacionet tjera që mund t'jenë zbardhur nga ana e prokurorisë. Pra është vetëm kjo ngjarje e zbardhur paga shumë deri në këto momente. Pra vetëm vrasja e 21 vjeçarit. Mirë, Faik, dhe opinionet të dyve për një tjetër çështje, pas Albana Koçiut do t'jetë edhe Silva Caka si pas ministrës do t'jetë zëvendësministra e brendshme, një grua, zëvendësministre gra kemi patur, siç ishte dhe Zoja Kuko, për shembull, por po dominojnë gratë në një institucion që përgjithsisht është parë si institucioni i burrave. Të paktën ministre, unë nuk besoj se kemi patur. Çfarë do të përshtypje? Është për herë të parë që kemi një ministre të brendshme dhe mendoj që Albana Koçiu është njeriu i cili do të bëjë një ndryshime në drejtim të mënyrës së menaxhimit dhe organizimit të punës në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ministria e Punëve të Brendshme është parë deri diku ndoshta jo dhe e thënë, por në një mënyrë është lexuar si puna e burrave dhe këto burra që vendosen në krye të Ministrisë së Brendshme do të jenë ata të cilët menaxhojnë, kontrollojnë, drejtojnë, madje marrin pjesë edhe ndoshta edhe në hartimin e aksioneve të policisë. Ndërkohë që është një rol krejt tjetër, ku ministri është menaxherial, ministri është bashkëpunues politik
ministri kujdeset për menaxhimin e jashtëm dhe politika që bëhen për Ministrinë e Brendshme, drejtori i policisë është teknik, është profesional dhe ai merret me çështjet e brendshme dhe të organizimit të strukturës së brendshme policisë. Ministria e Punëve të Brendshme ka dhe sektorë të tjerë, të cilët emergjencat, ka shumë çështja e adresave që me drejt dhe kryeministri e përmendi, ka dhe sektorë të tjerë të cilat janë në varësi dhe nuk duhet parë si një punë që Ministri i Brendshëm është i fokusuar drejt për drejt tek policia dhe tek aksionet dhe tek puna e saj. Puna e policisë i përket sektorit policisë, organizata e policisë është ndërtuar në atë lloj mënyre që nuk ka nevojë për suport të jashtëm, përveç se ka nevojë për mbështetje teknike dhe politike dhe për politikat e brendshme dhe të jashtme që i vinë në ndihmë policisë dhe strukturave të tjerë që janë brenda Ministrisë Punëve të Brendshme. Silva Caka është një zonjë që unë e njoh nga afër, kolege, shumë e dhënë pas kryes së detyrës funksionale për të cilën merr përsipër ta kryer. Besoj që do jenë dy zonja të cilat mund të kombinojnë mjaft mirë për të krijuar kushte të përshtatshme që strukturat në varësi të kësaj ministrie të japin rezultatet e pritshme. Pra, çështja menaxheriale besoj që më së miri do jetë në fokusin e këtyre dy zonjave dhe pastaj do plotësohet edhe me pjesë tjetër që ka pjesat e menaxhimit. Një pjesë kritikash për largimin nga partia e Lirisë. Shiko, si çfarë mendon se është e rëndësishme të thuhet? I lexova deri diku jo shumë me vëmendje për arsye sepse mendoj që është kohë e humbur dhe askush nuk ka kohë tepër për të parë dhe për të lexuar mendimet të disa njerëzve që thonë gjithçka po s'bëjnë asgjë. Dhe unë nuk e kam kohën e tepërt për të lexuar shumë. Titujt kryesor i kam parë, sepse më kanë dalë vetvetiu në shpletimin e rrjeteve sociale, por asgjë për tu shqetësuar, përveç se suksese Silvës në detyrë, të vazhdojë të japi kontributin e saj. Shqipëria, unë e kam thënë që ka nevojë spaku këto 5 vite për mbylljen e ndasive, mbylljen e interesave personale, për dhënien e kontributit të gjithë secilit për të afruar sa më parë dhe sa më shpejt Shqipërinë në Bashkimin Evropian. E kam thënë që Shqipëria duhet lozi jashtëzakonisht fort dhe ne duhet përdori të gjithë mekanizmat e saj për të përfituar dhe nga situata gjeopolitike që ndodhet sot globi. Situatat janë mjaft delikate, mjaft e brishta dhe Bashkimi Evropian e ka kuptuar këtë gjë, ka hapur dyert dhe Shqipëria ka punuar goxha për të arritur në këtë pikë dhe nuk duhet të humbi për egot personale të individëve të caktuar, të cilët edhe kur bëhet fjalë për thithjen e mendimeve, kontributeve, aseteve të çështjes së inteligjencës artificiale, friksohen për saj, gati mallëngjehen dhe bërtasin pse ne duhet i përshtatim apo pse ne duhet qasim një platformë e cila i vjen ndihmë Shqipërisë. Kështu që kohë e humbur të merresh me njerëz që kanë humbur rrugën. Okej, Lis, një koment edhe nga ty. Tani lidhur me emërimin e ministrës, pra sepse zoti Basha tha ka qenë një post i cili kanë qenë vetëm burra, po ka pasur shumë akuza për gjithë ministrat e qeverisë Rama. Dhe të shpresojmë që një zonjë pra ta bëj punën ashtu siç duhet. Pra po i bi shkurt nga aspekti i emërimit. Ndërsa përsa i përket emërimit të zonjës Caka ditën e djeshme, unë mendoj që ka qenë një tjetër lojshau e Ramës, do themi, për emërimin e saj, pasi ka sjell shumë debat, ka sjell shumë akuza, ka sjell etj, dhe vëmendja është përqendruar tek emërimi i zonjës Caka. Pra, zoti Rama, me sa po, sepse unë nuk jam politolog, por me aq sa e lexoj unë, pra po bën loj shau me këto emërimet. Pra, iku djela, u morën gjithë me djela. Çdo emërim ka ardhur me zhurmë. Pra çdo emërim ka ardhur me zhurmë. Dhe mendoj që ishte një taktikë e tij për të sjellë këto reagimet. Por
u zonja Caka, nuk e njoh personalisht, nuk e njoh si figurë dhe shpresoj që të paktën dy zonjat kemi njëri më këmbje në ministri. Funksionoj një ministri thjesht teknike, lisë ministrat përgjithsisht kanë qenë emrat fort. Po atë thash pra kanë qenë emrat fort dhe kanë sjellë shumë akuza. Dhe shpresojmë, po nuk mund të parashikojmë dot. Shpresojmë që emërimi i dy zonjave të sjell edhe një punë të mbarë, edhe pse nuk është paktën ministri, paktën zoti Rama u bën 12 vite në pushtet, se do thoja ministri, por nuk është gjë e re, por shpresojmë që kësaj here të paktën të kemi disa punë të mira dhe nga ana e ministrisë. Pra vërtet duhet të jesh një post menaxher, por duhet të jetë një menaxher i mirë që ekipi të funksionojë, dhe shpresoj që dy zonjat të jenë menaxherë të mirë me qëllim vënien punë të varësve të tyre, vënien punë të strukturave ligjzbatuese dhe më në fund pra të kemi një jetë normale në qytetarët e thjeshtë të Shqipërisë. Lizi, shumë falenderit. Faleminderit ju. Që ishit me në studio, Faik, shumë falenderit. Si të bisedoni. Mirëmi, shkojmë publicitet, kthehemi pas pak.